Ja çfarë i ndodh fytyrës tuaj nëse e lani me ujë të gazuar, do befasoni. A i keni menduar se ujin e gazuar mund ta përdorni edhe për fytyrën? Këto këshilla i japin firmat koreane të cilat kanë diçka të re për të na mësuar. Sekreti është fuqia e ujit të gazuar, ku flluzkat e dioksidit të karbonit lejojnë oksigjenimin e epidermës, hapin pore dhe lehtësojnë heqjen e papastërtive. Mënyrat për ta përdorur ujin e gazuar janë të shumta. Koreanët e përdorin si spraj ose e përhapin nëpër fytyrë me ndihmën e pambukut duke mbajtur për disa minuta në lëkurë. Duhet ta bëni këtë pasi ta keni pastruar lëkurën në mënyrë që flluzkat të depërtojnë më thellë duke hapur poret. Në krahasim me ujin e rubinetit me të cilën lani fytyrën zakonisht, uji i gazuar është më i pastër. Sa herë që ndjeni të lodhur, mjafton të pastroni fytyrën me ujë të gazuar dhe do të ndjeni ndryshimin menjëherë.